Këto kohë ose këto 3-4 ditë jemi asur në një situatë të tillë, e cila sipas propozimit Partisë Socialiste mbi draftin e ri të reformës administrative territoriale, përcaktohet shkrirja e Bashkisë Patosit. Të gjithë e dimë që absolutisht ky qytet nuk ka arsye pse t'i bashkangjitet qytetit Fierit, absolutisht faktet, madje meritore respekt dhe kryetari i bashkisë, i cili në mënyrë më të duhur dhe në mënyrë më perfekte i ka cituar dje në reagimin e tij. Por që kjo është diçka që na përket të gjithëve. Të gjithë si qytetarë mbasi sot jemi shumë më pak, mendoj dhe besoj se kjo si protest nuk duhet të jetë vetëm sot, por do vazhdoj çdo ditë. Do vazhdoj çdo ditë derisa të kemi një reagim. Në fakt nuk citohet asnjë fakt ligjor, asnjë fakt që pse kjo bashki duhet shkrihet, nuk citohet as arsyet ekonomike apo arsyet demografike që Bashkia e Patosit apo bashkitë e tjera të shkrihen. Në fakt këtë projekt ligj këtu do vjen shtator Kuvendit të Shqipërisë dhe këtë patjetër kartonin 100 para që do ta ngresh deputetja Patosit, Turk TV përfaqësueses Patosit, e cila nga 4 mandate rresht është votbesuar dhe në zgjedhjet e kaluara ka marrë votë më të madhe nga qytetarët e Patosit. Në këtë situatë Turk TV asaj nuk e di si do ketë sy dhe surat që të dalit të gjithëve juve këtu përpara. Atëherë, deputetja Zonja Dhima, ne nuk kemi asgjë personale me të, ajo të ushtrojë detyrën e përfaqësueses së qytetarëve të Patosit të japi një reagim në lidhje me këtë situatë, e cila ka, siç e përmenda pak më parë, ka 4 mandate rresht, e cila është votbesuar nga ky popull. Dhe nuk jep asnjë lloj reagimi, por e shohim që bën tifo dhe bën show në përfyer. Turpi atë do ta mbuloj, po nuk e di, të gjithë bien dakord, nuk e kuptojmë arsye pse ajo nuk ka dalë të reagojë. Nuk e kemi asgjë personale me atë, thjesht ajo duhet të ushtrojë detyrën sipas interesit që mbron interesin tonë këtu si qytet. Unë kaq kisha, nuk do. Ju falenderoj për këtë tubim masiv, për këtë grumbullim që kemi bërë këtu tek institucioni i Bashkisë në mbrojtje të interesit qytetar, ku të gjithë një zëri biem dakord që Bashkia e Patosit nuk duhet të ndryshojë statusin e vet dhe të bëhet shtojtës e Bashkisë Fier. Duhet të falenderoj të gjithë ata persona publik dhe të gjithë ata qytetarë që janë prononcuar në rrjetet sociale dhe kanë ngritur zërin e tyre për këtë problematik. Duhet të falenderoj personat politik, ish deputetin e qytetit Patosit, zotin Omer Mamo, kryetarin e Këshillit Bashkiak, zotin Armand Ahmetaj, që janë prononcuar për këtë problematik, dhe në mënyrë të veçantë kryetarin e bashkisë zotin Fation Duro. Dhe njëkohësisht përfitoj nga rasti që t'i bëj thirrje kryetarit bashkisë, administratës, t'i bashkangjitet kësaj proteste, sepse kjo problematik na përket të gjithëve, por në mënyrë të veçantë punonjësve të bashkisë. Atëherë fjalën kush do ketë. Përshëndetje. Ju përshëndes gjithë banorët e Patosit bashkë. Që besoj dhe mendoj një orar i dytë, pas dite do të ishte akoma dhe më mirë për qytetarët. Ju faleminderit. Faleminderit. Ne kisha një e tjetër kam djanë. Ose Rumullak na do që të kapsh të bën me gjatë. Pra, në këtë kuptim jam kundra ndryshimit të bashkisë të shkojnë bashkoje me Fierin. Për shumë arsye, se këtu është kontributi, djersa, mundi, pasuria e të gjithë neve. Ajo për njerë që di e kam të gjuar unë, që ka rënë vlera e shtëpisë 20%, vlera e tokë 20%. A njës të vinë të shkojnë shërbimet afër qytetarit, largohen qik më tej. Për këte jam kundra. Po, kam shumë për të thënë, po e kam i qik të vështirë të them copë, se të fleta njëre buza për humën. Por në këtë rast jemi të shkënjër dhe i bëjmë thirrje Edi Ramës. I bëjmë thirrje Edi Ramës se ne kemi qënë. Të vi këtu, të bisedoj, të ulet me popullin. Qa dhe kja, qa ka për mirë, qa ka për keq. Dhe njëna këtu, është ai që për keq.
Kjo është thirrja ime, të mos bashkohemi, sepse na ulëm të tjera kritere. Largohet shërbimi dhe për të gjitha këto, le vi vete edhe amaja këtu si që i mbledhur, të na thot, këte, se kam të gjuar zera së kurton që na do Europa. Po mire, hajtë na thot, qa do fitojnë dhe qa do lem për Evropë, qa është e mirë, qa e keqë. Jemi në terë informativ, në televizionit të klasin, Rama këshu, Saliu këshu, halët e tyre janë të tëra të zgjydhur për ata, nësa ne e vuaj për shumë tjera. Ju falem dhe gjithë. Gjermani. Po kur mora vesh, do shkrijet Bashkia e Patosë mos më bjen mirë. Për arsye, se unë jam rritur këtu kam që nga viti 1993. Por këto gjëra që po bën zotëria në emër që e kryeson emrin e tij domen që jam më i madh i këtij vendi, nuk respektohet. Duhet të respektohet domen qytetërimi ku jetojmë neve. Megjithatë, i bëj thirrje gjithë qytetarëve të Patosit, majtas djathtas, nuk kam marrë këtu domen që t'jap o i majt o i djath, por respektoj domen qytetarët e Patosit. Mos ta lëshojnë këtë bashki. Bravo. Si edhe Patos Duraj, unë po vi gjande, po bëj një javë që kam marrë këtu, i kam dëgjuar gjitha gjërat, gjitha muhabetet, po më vjen turp që unë të ndiej qytetari Patosit. Ku një kryeministër të heq gjitha drejtat nga bashkia deri tek më e vogla, unë jam dakord. Qytetar Patosit, ju respektoj jashtë mase. Ju jeni me mua, unë jam me juve. Përshëndetje gjithëve. Bashkia e Patosit, institucionet e saj dhe komuniteti vendor në Patos i një tërë. Patos. Patos. Boll me është boll. Duhet si një grushti vetë në trupit ta mbrojmë këtë me gjatë. Bravo. Se po se mbrojtë ne, kur se ta mbrojmë? Ka dirë gjatë gjyshi im, gjyshi tuaj. Baba im, baba juaj. Gjithë. Po vete u 63 vjeç. Tani po e lam ne këtë, ta i marit na hedhe rrugëve, atër turbi jonë është ta bjene. Qa du t'u lek brezave tanë. Shenjën e para e dhanë. Dërmarin e prodhim Patosit e qojnë fjerë. Dërmarin e Njofizikës e qojnë fjerë. Parkun e qojnë fjerë. Jo më zotri. Të gjithë pas vetë të hirë nga mira poshtë, është Patos. Nga kthesa këte është Patos. Jo fjerë. Dhe të gjithë, edhe Berisa Burg, dhe të gjithë papri është tjërë. Duhet të ambrojmë, sepse jemi për këtë qëllim. Boll me, njeri vje me thoj pa prerë e gjandej. Shkatrok të me, tjetëri kanë dhe thoj të prera këtu, ishti të gjitha asetet e Shqipëris. E thot, jo unë këtu, jo pashu, boll me është boll. Ju falim dhe e gjithë. Duke argumentuar thellë dhe gjerë, pikërisht përse Bashkia e Patosit funksionon si unitet më vete, ashtu si kurse ka funksionuar deri më sot. Prandaj, duhet me votën tuaj, dhe kryetari bashkis po nga ju dhe me votën tuaj, duhet që institucionalisht të bëjnë mundet që në kësi rashtesh edhe shkenca e lejon që të bashkojnë me bashkit të tjera, por jo Patosi, jo edhe sot, edhe urtësia juaj në gjykimin dhe në vendosjen përfundimtare të fatit të statusit të bashkisë të Patosit e mos varme nga fjeri dhe se një njësi administrative dhe funksionale në dobit të qytetarëve të Patosit.